Superligë. Po, një ndeshje e jashtëzakonshme me 5 gola të shënum, derbi i vërtet, natyrisht që ka qenë një nga ndeshjet më të mira të sezonit, në shumë raste të krijum. Një dritë jo e mirë në pjesën e parë dhe sikur u vrejt, ndoshta ajo energjia që ka shpenzuar jashtëzakonisht shumë ndaj Shkëndijës dhe ai lodhja pak, por një dritë krejt tjetër në pjesën e dytë, për çka përkundër kësaj nuk arriti me marr rezultat pozitiv. Mendoj që Ballkani shfrytëzoi momentet determinante të dritës që kanë qenë gabime personale të futbollistëve dhe në mënyrë shumë cinike i arktoi pikë dhe i shënoi golat. Natyrisht që edhe kjo është mjeshtri, natyrisht që edhe kjo është përvojë, edhe kjo ndodh në futboll dhe kësaj mendoj që Ballkani me merit arktoi 3 pikë dhe për te kësajna e ka bërë shumë interesant ligën e jashtëzakonshme sepse sot krejun në tabelë se kemi krejt ndryshe dhe kemi jashtëzakonisht mirë. Mendoj që tek Ballkani ende nuk e kemi pa fytyrën e vërtet të trajnerit, as në aspekt taktik, as të vendosjes, po edhe ndrime eventuale. Diçka është mundu me modifiku, por do të mbetet të shihet mas 2 ndeshjeve, apo më mirë me thonë edhe krejnë sezonin pranveror, se cila është strategjia fikse e trajnerit të ri të Ballkanit. Astrid, si të do kjo paraqitje e Ballkanit atë befasoj fitoria ndaj dritës? Po, realisht të kone befasueshme edhe pse nështë drita pa ka orë dhe për ndeshës, e diskutume edhe më herët për ndeshës me Shkëndijën, nuk u konë shumë e letë, po pjesa parë e kishtë thonë edhe treneri Zikra Ramadani që nuk e njoftë ekipin tim. Mendoj që 3 golla në pjesë parë është mundu drita më rikthyn lojë dhe në fakt në fund ndeshës ka pas disa raste që ka mujt mi shfrytzu më mirë, po e tha edhe Lumnica që fytyra e trenerit nuk është kjo ndeshje e parë, diskutohet sepse sa ka ardhur dhe është diçka që nështë Ballkani edhe çka ka punu më herët ka mujt me reflektu në këtë ndeshje. Tash Ballkanin e shohim prej ndeshjes arshme, edhe drita mendoj që do t'i merr ndeshjet pak më seriozisht tash në kampionat, edhe garë shumë e fortë, Superligë shumë e fortë me skuadra që po luftojnë për titull kampion edhe për ekipet që bin nga liga. Kështu që unë pres një dritë shumë atë fort, një dritë që ndoshta inshallah shkon sa më larg në Conference League, po ndoshta kur nëse eliminohet, po themi kushtimisht pe Conference Ligës, do të ketë një çështje shumë tjetër në Superligë. Almir, pse kjo paraqitje e dobët në pjesën e parë? A kishit festu gjatë fitoren me Shkëndijën, apo ç'a ndodhi? Realisht, nuk është që kemi festu gjatë, sepse këna ditë që këna lejë mas 2-3 dite me një konkurent fort direkt, rival për titull si Ballkanin, e cila është ekip dihet që ka cilësi dhe është jo më këtë 3 herë kampion radhës i Kosovës. Po mendoj që në pjesa parë nuk ishte edhe atë shka që e dritës, po ndikun shumë gabimet, dihet që në derbi kur ki të bëj me një Ballkan me një ekip cilësore, çdo gabim mund edhe mund të shku edhe me pësu gol, edhe mendoj që këtë ndeshje 3 gabime tona, 3 gola i pësu në pjesën e parë. Po sigurisht që në pjesë dytë reflektum edhe mendoj që pjesa dytë na ka taku 100% neve, plotësisht edhe po nuk e desh i fati që të nxjerrim rezultat pozitiv, qoftë barazim qoftë fitore, po mendoj që pjesa dytë kallzoi realisht që e kemi. Ben, pse kjo shpërputhje e dritës në Conference League me Superligë? Në 4 ndeshje në Conference League ka pranu vetëm 2 gola, 3 pranoi sot me Ballkan. Sepse futbolli është biznesi më rentabil në botë, atje paret janë 5 fish, 10 fish më shumë, edhe qasja e lojtarëve. Veç për pare? Veç për futbolli lutë për pare, s'ka për hatër ma. Për hatër na shkojmë njerë, lujmë dhe tungë. Është profesion, është biznesi më rentabil në botë, të ardhënat më të mdhaja prej futbollit janë në aktualitetin që ne jetojmë, dhe rrjedhimisht qasja e lojtarëve është ndryshe. Por, drita ka qenë e lodhur, e ka fitu një ndeshje të madhe, ku përmbush në aspektin material edhe të pritshmërive profesionale, derisa e ka pas përballë një ekip tjetër që është gjithashtu i kompletuar dhe rivali kryesor për titull. Dhe ato gabimet që i kanë bërë mbrojtje, jo normale, jo njerëzore, kanë tentu me evitu në pjesën e dytë, kanë dominu total drita, po s'ka rrit me realizu golin e tretë që me atë shëngull me ka kërku. Ballkani ka lujt në pjesën e parë, me presion shumë të lartë, ja ka pa mundësu dritës me ndërtu aksionin nga prapa, edhe që aty i ka fitu ato 2 topat që ishin unë ato gola. Për ndryshe goli i Tolajt është kryeve për me shiu gjithë bashkë, po edhe i Abazajt, ajo me në këndin e kondër të portjerë, gjithashtu mjeshtri, o Guta, po mënej, o Vuka e boni atë pasimin fantastik me këmbën e ti dëpt, po nivel shumë të lartë lojës,
lojë direkte, pa shumë kalkulime, po që Ballkani në pjesën e dytë, tentonte mi marrë 3 pikë, me çdo kusht u mbrojt në blok të ullët thellë prapa dhe ja pa mundsoj Dritës me kriju raste të 100% edhe pse